tjera, nuk është afër historisë suksesit. Dhe kështu sjellja fascinante, do ta quaj Edi Ramës, për të treguar pralla dhe asnjë realitet shqiptar, është bërë si histori e pranueshme, duke treguar që Shqipëria është një vëmendje skajore për Bashkimin Evropian, që t'i them gjërat siç i besoj unë. Të paktën nga ai sinjal që unë kam marrë në Bruksel, kemi fol me autoritetet në Bruksel e tjerë, thonë, shiko, Europa, Komisioni kështu është, edhe vendet e tjera, por mos harroni një gjë, qofse për shembull marr një nga aktorët kryesorë europian, po marr presidenti francez, i cili vjen dhe thotë, shiko, Shqipëria më shpejt se 2030 duhet jetë vendi i Bashkimit, është pikërisht Franca e cila nuk pranon zgjerimin e Bashkimit Evropian. Është pikërisht Franca që sajoi këtë tash gjetur Komiteti Politikave të Europës, ndryshoi metodologjinë dhe ngriti komunitetin politik, po. Ngriti komunitetin politik për të mos lejuar zgjerimin sepse thotë Europa duhet bërë ndryshe. Pra është një lloj sjellje që e cila është pa kuptim. Është pikërisht kancelari Merz i cili do të thonë nuk ka folur asnjë fjalë për zgjerimin dhe shumë skeptik në raport me zgjerimin. Është pikërisht zonja Meloni, cilën unë e kam edhe bashkë në ACR dhe ngrita edhe në takimin që patëm të IDU, si ka kuptim do në t'japësh vlerësim pa lexuar raportet ose BOD-it, dhe padyshim çështja e emigracionit për të është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme. Do të thotë kampet e refugjatëve në Tiranë përbën një vlerë në jetën politike, jo vetëm saj, por dhe të Europës në një lloj mënyre, do në si një sukses italian. Dhe dikush është suksesi, si u tha në takimin e IDU-s? Ne kemi krijuar një lloj deterrance, pra një lloj frenimi të refugjatëve nga Afrika, si e themi që do shkonin në Shqipëri dhe nuk është pjesë e Europës. Pra, Shqipëria është gogoli për të mos shkuar, do të thonë refugjatët në Itali sepse mund t'i çojnë në Shqipëri. Kjo është, do të thonë, zgjidhja që i është dhënë problemit. Dhe kjo, padyshim për Italinë është një zgjidhje, është interes i tyre, por nuk e di se sa zgjidhje është për Shqipërinë dhe kujt i shërben. Sepse ajo që unë fola me kolegët e Fratelli d'Italia është fakti që një Shqipëri e cila kontrollohet nga krimi organizuar dhe siç doli edhe nga aksioni i policisë, ndikon gjërësisht në jetën dhe kriminalitetin dhe në Itali etj. Është një dizavantazh i madh dhe për vetë Italinë. Dhe grupet kriminale që kanë dalë nuk janë grupe që nuk njihen, janë grupe të cilat kanë ndikuar në zgjedhjet e fundit, kanë pesh në jetën politike të vendit, kanë pesh në ekonominë e vendit, në investimet në vend e kështu me radhë, kanë pesh edhe në jetën politike dhe sociale të Italisë në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër, apo më gjërë edhe të Europës. Pra, është një gjë që edhe pastaj duhet të kuptojmë një gjë, protokollet janë protokolle. Për sa i përket raportit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, jeni ndjeni që ne kemi përcjell një raport të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pikërisht për problematikën e zgjedhjeve, bazuar raportin ose BOD-it, do ta pasurojmë këtë raport. Ne presim që raporti përfundimtar i OSBE-it të jetë i drejtë dhe i vërtet, pavarësisht nga presionet e vazhdueshme që bën Edi Rama karshi grupeve që kanë kryer vëzhgimin nëpërmjet autoriteteve politike të vendeve përkatëse, por ne do përcjellim ato fakte që një pjesë janë transparente dhe fakte tjera që vinë, të cilat i ka bërë prezent zoti Berisha në konferencë shtypi. Por jo për opozitën. Kjo duket sikur është një luftë për Berishën apo një luftë për opozitën. Kjo është një luftë për të garantuar zgjedhje lira të ndershme. Nuk ka rëndësi se është Berisha apo Fatmir Mediu në politikë apo jo. Problemi është që ne kemi në krye një njeri i cili nuk jep asnjë shans për të pasur zgjedhje lira të ndershme. Çdo gjë e ka bërë në mënyrë qëllim, ndryshim kushtetute, grabitje zgjedhjesh, bashkëpunime me korrupsion dhe krimin, vetëm për të ndëshkuar shqiptarët për mos i lënë atyre që të kenë besim që mund të ketë zgjedhje lira të ndershme, dhe këtë do ta bëj në mënyrë të vazhdueshme. Dhe gjithë spinimi që i bëhet kësaj është do ikë apo do ikë Berisha. Unë jam qytetar. Unë jam njëri i cili kam një mendim. Pyetja e parë që i shtroj vetes është, a jam njëri i lirun, pastaj se kush është drejtuesi i Partisë Demokratike. Pra kjo bëhet qëllimisht për t'i bërë shqiptarët për të menduar për një problem tjetër në vend që të merren me interesin, lirinë dhe drejtën e tyre. Kjo është vërtet, zoti Mediu, por edhe në 2021 u tha që u vodhën zgjedhjet dhe pastaj kur u bë foltorja, zoti Berisha me krenari e quajti atë si Neni Basha, sepse mund mos ishte vënë ai ne në atë mënyrën se siç është shkruar, pra që nëse partia nuk vjen pushtet automatikisht ndërpritet mandati i kryetarit, dhe prandaj dhe pritshmëritë e njerëzve janë që ky Neni duhet të zbatohet, sepse zoti Berisha ka qenë ashtu. Po kjo nuk do të thotë që media, të paktën A2 CNN, se në emër të tij po flas, nuk ka evidentuar dhe të gjithë aspektet e tjera, si raportet ndërkombëtare apo problematika gjatë ditës së zgjedhjeve etj. Pra,
pjesa për Berishën është pjesa parimore dhe qëndrimeve të tij edhe pas një procesi të 2021-shit ku gjithashtu tha që vjet zgjedhjet u vogël. Pjesa e Berishës është çështje parimesh marrëdhënie statutore të Partisë Demokratike. Çështje parimore dhe demokratike është fakti a ka apo s'ka zgjedhje lira dhe të ndershme në Shqipëri. Dhe unë besoj që nuk ka sot asnjëri në media, përveç se disa njerëzve që bëjnë pazarin e qeverisë, që të thotë që Shqipëria ka pas zgjedhje lira të ndershme. Në qoftë se rasti i Vorës është një rast i cili kalohet sikur se ekziston. Në qoftë se mandat deputetëve që nuk njihen as gjikundi se kanë ekzistuar në një jetë publik të qyteteve, të komunave etj. Arrin në pikën që marrin domethënë fota se asnjë tjetër do të thotë që është një demokraci me kokë poshtë ndikuar jo nga interesat votuese, por nga interesat tjera. Në qoftë se ai rasti i atyre patronazhistëve të famshëm, autoritetet drejtuese të administratës civile, të cilët krijonin të zyrat e fsheta të patronazhimit dhe vinin çantat në kokë dhe nuk dinin ç'kishin në përxhupa në temperatura të larta për të dalë me vrap për t'u fshehur kamerës, tregon qartësisht që ka skenar të cilët janë ndërtuar në mënyrë qëllimshëm për targetuar dhe besoj targetimi ka qenë jo 83, po më shumë se 83.